Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet janë vetëm për Allahun, krijuesin e gjithësisë, dhe salavatet mbi pejgamberin Muhammed alayhis salam në ditën e Xumat të datës 21 nëntor 2025 apo 1 Xumadel Ukhra 1447 Hijri. Ishte epidemia e koronavirusit ajo e cila në pamundësi për të vepruar në ambiente të mbyllura më shtyu që të dalë në ambiente të hapura me qëllim që vetes dhe jua t'ia drejtoj nga një këshill të shkurtër javore, e cila mbase mund të bëhet shkak për të forcuar besimin, por edhe për t'i nxitur ata që thjesht besojnë, por besimi i tyre nuk i shtyen mjaftueshëm të jenë aktiv. Shpresoj se kështu edhe do të vazhdoj. Do ju jem shumë mirënjohës nëse më shkruani në privat dhe më jepni ndonjë mendimin tuaj apo propozimin tuaj për këto videoklipe. Kur bëhet fjalë për sabrin, pra për durimin, zakonisht ai merr kuptim kur duhet duruar për ndonjë sprov apo fatkeqësi që na godet. Sepse kur na vjen diçka e mirë, pothuajse të gjithë dim të bëjmë sabër, apo jo? Një njeriu besimtar, por jo edhe aq aktiv në besimin e vet, pa pritmas dhe pa ndonjë shkak të njohur, i vdiq djali shumë i ri, gjë e cila normalisht mund të na godas secilin prej nesh. Ky u mërzit shumë dhe nuk po e merrte dot veten. Punonte si shofer taksi. Një ditë, duke vozitur një klient, fillojnë e i rrjedhin lot. Klienti e ndjeu veten shumë keq dhe filloi ta pyes për shkakun se po qante. Dhe taksisti i tregoi se ç'i kishte ndodhur. Ç'ti thuhet dikujt që ka humbur fëmijën e tij? Cilat janë ato fjalë të përzgjedhura me të cilat ne mund të ngushëllojmë një njeri të tillë? Megjithatë, jemi besimtar dhe kemi mese. Pasi taksisti kërkoi një këshill prej klientit, ai i tha: "Dëgjoj mirë, do provoj të ndihmoj që të dalësh nga kjo situatë. Nëse e merr një gjysmë gote me krip dhe e hedh në një gotë me ujë, çfarë shije do të marr uji? O, nuk mund të pihet dot, është shëllir e gjallë", ja ktheu taksisti. "Po nëse të njëjtën sasi kripe e hedh në një lum, çfarë shije do të marr lumi?" E pyeti sërish klienti. "Nuk besoj se do të ndryshoj shija e lumit, pasi sasia e ujit është shumë e madhe, kurse ajo e kripës shumë e vogël." Mik i dashur, e njëjta gjë vlen edhe në rastin e dhimbjes. Në jetë, dhimbja ka një njësi të caktuar. Nëse e shkrim atë në një hapësirë të ngushtë, ajo bëhet e paballueshme. Por nëse e shkrim në një hapësirë të madhe, bëhet e përballueshme. "Çfarë don të thosh me këtë?" e pyeti taksisti i çuditur. "Dua që ti ta zgjerosh aftësinë tënde për të duruar. Kjo bëhet vetëm edhe vetëm përmes besimit. E di që ti ke besim në Zot, por duhet ta zgjerosh atë. Sa më i madh që të jetë besimi tek Zoti, aq më madhe do të jetë edhe aftësia jote për t'i përballuar dhimbjet e kësaj bote. Vetëm kështu, zemra jote do të shndrohet në një lum të madh, shija e të cilit nuk do të ndryshoj për shkak të një gotë kripe." Vëllezër dhe motra, çdo dhimbje në këtë jetë është e kufizuar, por varet se ku e shkrim atë. Ti shkrije atë në lumin e madh të besimit në Allahun xhaleshanuhu dhe tento që atë ta shtosh për çdo ditë duke bërë adhurime dhe duke bërë punë të mira. Në Zvicër ekziston një kanton që flitet në gjuhën italiane dhe është në kufi me Italinë, në jug të Zvicrës, i cili quhet Ticino. Në për këtë kanton rrjedh një lum i cili quhet lumi Ticino. Nga kjo bukuri e krijimtarisë së Allahu xhaleshanuhu, ju përshëndes në këtë ditë xumaje dhe ju uroj pranim të lutjeve dhe të salavateve të kësaj dite deri në takimin e xumas së radhës. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.